Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi ka organizuar këtë premte një leksion të hapur me Ministrin e Drejtësisë Toni Gogu. Tema ishte aksesi në drejtësi dhe integrimi evropian, një mundësi e vlefshme për studentët për diskutuar mbi sfidat dhe perspektivat e sistemit drejtësisë në rrugën drejt integrimit evropian. Do kemi çështje të mëdha për të diskutuar, jo vetëm aksesin në drejtësi, por shumë çështje të debatueshme lidhur me shtetin e së drejtës dhe me standardin e sistemit gjyqësor. Prandaj studentët, i nderuar ministër, ishin entuziast për mundësinë që ju dhat, sepse çështja e integrimit evropian është e prekshme tek i gjithë komuniteti, por në mënyrë të veçantë studentët e drejtësisë. Ne kemi fatin të kemi student cilësor, kemi fatin që të punojnë shumë dhe ta shohin integrimin evropian edhe si një mundësi të tyre për të rritur profesionalisht. Fakulteti i Drejtësisë gjithashtu ka punuar në këtë drejtim, sepse në bashkëpunim me Universitetin e Selanikut, Universitetin Aristotel, ka hartuar një program studimi lidhur me juristët dhe integrimin evropian, pra legjislacioni dhe praktikat e integrimit evropian, në mënyrë që studentët tanë nesër, kur të jemi pjesë e familjes së madhe europiane, pra të jenë të përgatitur si jurist evropian, jo mos si jurist me njohuri të së drejtës shqiptare dhe asaj krahasimore që zakonisht trajtojmë në auditore, por edhe me legjislacionin evropian. Në një prononcim për mediat, ministri Gogu tha se Shkodra është një qytet që ka një traditë gjatë në kulturën juridike dhe universitare. Jemi sot në një vizitë pune pikërisht për të parë nga afër një nga pjesët më të rëndësishme të reformës në drejtësi, që është aksesi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë dhe progresi ynë në integrimin evropian. Shkodra është një qytet që ka një traditë të gjatë në kulturën juridike, në kulturën universitare dhe gjithashtu edhe në qytetarinë e saj. Prandaj, për mua është një kënaqësi që ta filloj në universitet, të diskutoj me studentët pikërisht për rëndësinë e aksesit në drejtësi, se sa i rëndësishëm është që të aksesohet sistemi, por gjithashtu të vazhdojmë edhe me një vizitë pune me të gjitha shërbimet juridike që janë në këtë qytet, si ai i ndihmës juridike falas, si ai i përmbarimit shtetëror, po ashtu edhe shërbimet e provës dhe shërbimet penitenciare. Në këtë leksion merrnin pjesë studentë dhe pedagogë të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Shkodrës.